Ish drejtori i komanduar i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore Artion Saliesi dhe drejtori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse Gëzim Sala janë marrë të panderur nga Prokuroria e Tiranës lidhur me rekrutimin në kundërshtim me ligjin brenda AMP-s së Muçi Shaljani Sheqerit, i vrarë në një makinë me Gilman Dodanin në 11 nëntor pasi dolën nga aeroporti i Rinësit. Gëzim Sala është aktualisht në detyrë me vendim të gjykatës së apelit pavarësisht se është marrë i panderur. Ajo pezullua me vendim të gjykatës së Tiranës më 16 shkurt të këtij viti. Artion Saliesi dhe Gëzim Sala akuzohen për veprën penale shpërdorim detyre. Sipas prokurorisë, Sala ka urdhëruar punësimin pranë AMP-s së Shaljaniit me urgjencë me motivacionin planohet me kontratë të përkohshme dhe për nevoja emergjente. Shaljani është paguar deri në atentatin nga AMP-ja nga 16 shtatori deri më 11 nëntor 2025 pa u paraqitur asnjë ditë të vetme në punë. Dyshimet e prokurorisë se punësimi i Shaljaniit në AMP është i sponsorizuar nga krimi organizuar shtohen edhe nga fakti se agenti të riqë prej fillimit të punës i është vendosur detyra e vëzhgimit. Atentati mafioz i Rinasi që i mori jetën punonjësit e AMP-s dhe Gilman Dodanit nga SPAK pasi prokuroria e Tiranës shpalli mos kompetencë. Gilman Dodani dhe Muçi Shaljani Sheqeri u vranë me breshëri plumbash Kallashnikovi nga një grup vrasësish prej 3 personash sapo dolën nga aeroporti i Rinasit. Të dy sapo ishin kthyer nga Barcelona, ndërsa një makinë e priste tek rrethi i Rinasit. Pas vrasjes së dhunshme, makinat tip Toyota u larguan me shpejtësi dhe u dogjën në fshatin Hali. Prej ditës së ngjarjes, asgjë nuk u zbart për autorët apo porositësit, ndërsa hetimet u përqendruan tek larja e hesapeve mes grupeve kriminale.